Moti i paqëndrueshëm nuk po ulen kosovarëve shumë alternativa për pushime verore brenda vendit. E kur mendohet për pushime në Bregdet, shumica nuk kanë fare dilema. Nuk e ndrojnë Bregdetin shqiptar. Por çka e bën këtë Bregdet kaq qjoshës për kosovarët? Por përgjithsisht Shqipëria ka shumë të validshme për të pushuar. Përveç mendoj që kjo është edhe vend jashtëzakonisht i bukur. Këtë interesim po e shfrytëzojnë më të madhe agjenci turistike, të cilat kanë përgatitur aranzhemane për këtë Bregdet. Është udhëtimi, është fjetja, është pensioni plot, gjysmë pensioni sipas kërkesës qytetarit. Sipas agjencive, këtë ver numri i të interesuarve që të pushojnë në Bregdetin shqiptar është më i madh se vitin e kaluar. Dikush që ka pushuar atje si vjet është kthyer me përshtypje të mira. Preferoj të shkojnë në Shqipëni, dursi është një vend i bukur, uji ka qenë i mirë, kushtet janë të volitshme. Shqipërinë e synojnë edhe të tjerat që po bëjnë plane për pushime. Mendoj me shku me familjen në Sarand, atje vend i mirë, i qetë, uji është i mirë, shkoj rregullisht. Parashihet që Shqipëria gjatë muajve korrik gusht të pres fluksin rekord të pushuesve kosovar.